Sot do të flasim për një temë pak më lokale, por mund ta shtrim edhe aty ku është edhe ekspertiza dhe interesi jot, por e fillojmë me zgjedhjet në Kosovë, të cilat kanë qenë në kundërshtrimin tim interesante për atë se kanë krijuar një fragmentim të elektoralit edhe më të thelluar. Kjo është e para. E dyta, kanë zhvendosur në tabelën e klasifikimit, po themi, lëvizjen vendosja. Dua të filloj me pyetjen e parë që ka të bëjë me një gjë që ne në Shqipëri, me cilën në Shqipëri jemi mësuar, por në Kosovë është habi. Komisioni i zgjedhjeve në Kosovë i ka vonuar nxjerrjen e rezultateve paraprake, pra për komunat që nuk janë në balotazh, gjë që nuk ndodh, janë shqiptarët e Kosovës ose zyrtarët e Kosovës janë shumë të shpejt në proklamimin e një rezultati të zgjedhjeve. A keni ndonjë dieni pse ka ndodhur kjo? Thënë drejtën, si që të cekë edhe ma herët, nuk mendoj që jam eksaktësisht personi relevant për me folë për këtë tema, mirë po gjithsesi i lexoj edhe i vëzhgoj zhvillimet atje. Ajo që ka kemi pa është që KQZ-ja ka është prolongu numërimin e votave, arsyet her dalin teknike, her dalin jo interneti po ju bjen, jo gjana të cilat në një farë mënyrën se si ata i spjegojnë vetëm me kryetituj. Po nuk ka spjegim përmbajtësor i cili gjithashtu e sjell dokumentimin e pretendimit të Këshillit Qendror Zgjedhor mbi arsyet pse ka ndodhur një prolongim i tij. Po mendoj që prapë kjo është çështje e faktike që redaksit në Kosovë sikur kanë mangësi të aftësive profesionale për me kërku llogaridhënie. Mediat në Kosovë lejnë shumë për të dëshiruar nga mënyra që veprojnë. Do të thënë, në vend që të kryejnë detyrat e tyre për të kërkuar llogaridhënie, për të insistuar në dokumentimin e pretendimeve të gjitha etniteteve, qoftë qeveritare apo partijake apo grupeve të interesit apo mekanizmave institucional të shërbimit civil, nuk ka llogaridhënie, nuk ka insistim të mediave për llogaridhënie. Nuk del KQZ-ja thot po vonohemi edhe ka ndodhur ky problem teknik, ai problem teknik, kërkush nuk kërkon llogaridhënie me bahet time, me bahulun time, pse çka ka quar deri në këtë dështim. Kosova nuk është duke i mbajtur zgjedhjet për herë të parë 25 vjet mas luftës. I ka, domethënë, të paktën 10 palë zgjedhjesh që i ka marrë. Është e pamundshme me pas probleme të tilla. As më tepër një botë të sotshme ku jemi në shekullin 21 me gjithë këtë teknologji. Për të kthyer tek përballja politike, më shumë se gjysma e komunave që kanë qenë në garë për të caktuar një kryetar kanë shkuar në balotazh, që është me aq sa e njohun historinë politike të Kosovës është e pahasur, më duket. Nuk e di nëse ju dini diçka tjetër e saj, po më duket një fragmentarizim i theksuar i peizazhit politik dhe i elektoratit të Kosovës. Se ka ndodhur kjo? A lidhet pak edhe me ngërçin në formimin e qeverisë prej zotit Kurti? Të gjitha zhvillimet e cilat kemi pa politike në Kosovë dhe sociale pas zgjedhjeve të shkurtit të vitit 2025, sigurisht që janë faktor përbërës që ndikojnë në atë çfarë qytetarët do të vendosin. Po nuk duhet të harrojmë edhe faktin që qytetarët e Republikës Kosovës vendosin gjithashtu në saje të kënaqëmërive që ata i kanë vëzhguar të zhvillimeve edhe punës që e kanë bërë kryetarët e komunave. Do ta kemi parasysh që nga fakti që partia vetëvendosje si parti në pushtet ka kryer mandatin e tyre në nivel relativisht të kënaqshëm në sajt të vëzhgimeve të opinionit publik, kjo nuk do të thënë që kryetarë të ndryshëm të komunave të tjerë që kanë qenë në përgjegjësi të komunave nuk kanë dështuar në premtimet e tyre. Unë kam pa për shembull kryetarë të cilët kanë filluar të bëjnë zbatimin e projekteve të premtimeve parazgjedhore para kur ata i kanë premtuar në zgjedhjet e kaluar komunale. Dhe pyetja ime për këta kryetarë është çka keni bërë ju që 4 vjet që keni qenë në pushtet?
pse nuk I keni kryer punën gjatë kohës sa I keni pas mandatin? Detyrat për zbatimin e realizimit të projekteve, të premtimeve tuaja parazgjedhore fillojnë mu në ditën kur ju e nënshkruani kontratën si kryetari I komunës. Ato nuk fillojnë atë ditë kur kanë fillu zgjedhjet fushatat parazgjedhore për mandatin e dytë. Nuk mund të kërkosh ti mandat të dytë kur ti ke filluar realizimin e projekteve gjatë fushatës parazgjedhore. Kjo është e paturpshme edhe e papranueshme. Nuk po e flas për një kryetar të përveçshëm të ndonjë partie, po e flas si kulturë e përgjithshme në saj të vëzhgimeve të mia të kohës e pas luftës në Kosovë, e ke zakonisht kryetarët e komunave fillojnë me I zbatu ose të paktën me bë teatrin e përpjekjes së zbatimit të premtimeve të tyre parazgjedhore. E ke rastin e zotëriut Përparim Rama, kryetari I komunës Prishtinës, ku ka fillu tash me të përuru në nisjen e ndërtimit të rrugëve kanalizacioni. Ku e konti që 4 vjet? Çka ke bërë që 4 vjet? Mandati yt ka përfundu. Na e kemi pasur ti për këto 4 vjet nuk ke bërë çka ke thonë. E tash tim fushat parazgjedhore po do me bo zbatim premtimeve? Kjo dëshmon edhe atë se kjo dëshmon edhe faktin se pse janë në balotazh, po ajo që duket më thekshëm është fakti që lëvizja vetvendosje, pavarësisht asaj që ju thoni ka bërë një qeverisje të kënaqshme, është e treta në këto zgjedhje lokale, pas LDK-s dhe pas PDK-s. Dhe kjo tregon mendoj unë përtej kryetarit X apo Y të një komune. Zotelila, që t'ju korrektoj, VV-ja e dominon garën për kryetar në nivel Kosovës, sipas raporteve të fundit të botuara nga koaditore edhe raporteve të Këshillit Qendror Zgjedhor. Ndërkohë që PDK-ja është e dyta, por e dyta në nivel të këshilltarëve komunal për asamble komunale. Ndërkohë që LDK në përqindje, zoti Gjymshiti, në përqindje ka 2% më shumë LDK-ja se sa LVV-ja dhe 1% më shumë ka PDK-ja se LVV-ja. Pra në përqindje, në një përshkallëzim kombëtar të votës, po fus këtu edhe komunat, edhe këshillat komunal, nuk është forcë e parë tashmë. Unë nuk e di ku I ke kurimet, po shkoj në përqind. Raportet e gazetës koaditore tregojnë që lëvizja vetëvendosje është e para. Këto janë raportet që kanë dalë sot. Tashti a ka dalë në një raport I ri, unë nuk jam I vetëdijshëm. Po gjithsesi, edhe nëse gazetave të Kosovës po ju referohem, nuk është se edhe nëse vetëvendosja si parti ka dalë e dyta apo e treta, kjo është gjithashtu indikacion për ata si parti për me I rishiku ku kanë gabu. Ku I kanë problemet me individet të cilat I kanë emnu si kryetar komune, e që kanë qenë në mandatin e kaluar, edhe nëse këta I kanë ripropozu të njëjtit individ për mandat të dytë, edhe nëse këta individ kanë dështu me garu dinjitetshëm në këto fushata zgjedhore, pra me dalë me vota të larta për me I fitu komunat, atëre unë besoj që partia si parti duhet me I pa ku I ka pa gabimet edhe me reformu me reformu leadershipin, me gjetë njerëz të cilët janë adekuat, përveç që janë njerëz të aftë për me bë menaxhim të komunës, gjithashtu do të me qenë njerëz që janë të dinjitetshëm, kanë integritet njerëzore profesional, edhe që njerëzit në votuesit asaj komune I njohin edhe I respektojnë. Kjo tregon edhe një gjë tjetër, pra rënje, mendojmë që kjo është e qartë, dominanca e dikurshme e vetëvendosjes duket se po bie, po shteret mbështetja, cilat do qofshin arsye dhe faktorët, por kjo po duket edhe te pamundësia për të formuar qeverinë, prej 7 muajsh në përpjekje dhe në pamundësi, po edhe tek rezultati nuk po them po e kaloj, po them I dobët krahasuar me të tjerët, po I them I dobët I krahasuar me veten. Pra LVV përballë LVV-s. Kjo tregon një shift, kjo tregon një zhvendosje të elektoratit, por edhe të bindshmërisë që Albin Kurti, si shefi I asaj partie,
mundet më përcjell kosovarëve. Apo jo? Dëgjoj. Ti po thu që ka një rënje të vendosjes, unë po të tregoj që në sajt raportit kohës ditore, vendosja prinë e para për fitim të komunave. Tasht, kur të vendosim me stabilizu pajtueshmërinë e narracionit se çka është ndodhur në Kosovë, mendoj që duhet me vendos në sajt e fakteve të raportuara. Fakti i raportuar nga Gazeta Koha Ditore perin që vendosja është e para në marrjen e komunave në këto zgjedhje. Tash nuk e di se po i referoni, se po më bëni kureshtar tani. Se po i referoni vetëm kohës ditore, Kosova, Prishtina ka dhe gazeta të tjera. Unë nuk e kam planë. Se s'po i referoni KSZ-s, por po i referoni kohës ditore, sikur koha ditore është vula papnore e të vërtetës në Kosovë. Përkundrazi, koha ditore nuk është vula papnore e të vërtetës në Kosovë, po është prej mediave më kredibile në vend, sepse po i referohet KQZ-s. Dhe kur ti shkon edhe e sheh websajtin e KQZ-s, ai material informativ që ta sjell koha ditore në këtë rast është në përputhshmëri me raportet e KQZ-s. Nuk është atëherë po i referon atash. Unë edhe pse i kam dëgjoj lutem shumë, përfundoj mendimin. Edhe pse i kam kritikat e mia ndaj etikës editoriale të kompanisë Koha në përgjithësi, gjë që i kam bërë të ditura publikisht në shkrimet e mia të mëparshme, në këtë rast ky është burimi që unë e kam pa, edhe që kam verifikuar pretendimet e tyre në websajtin e KQZ-s. Unë nuk kam burime të tjera për më referu informacioneve se çka po ndodh, gjithashtu nuk i konsideroj media të tjera si media kredibile në Kosovë, përveç kallzo.com që gjithashtu e ka një lloj një besueshmëri deri diku, mediat e tjera të entiteteve kriminale të cilat vazhdimisht e përçojnë e transmetojnë diskursin politik të Beogradit kundër Kosovës, ato nuk mund të konsiderohen shtëpi të besueshmërisë së informacionit. Dakor, zoti Gjimshiti, ama apo thoni e para, apo thoni që vetëvendosja i ka fituar këtë zgjedhje? Nuk po them unë, raportet po thojnë. Ky nuk është unë mendimin tim e bazoj në fakte që i gjej në terren dhe që i verifikoj. Edhe prej faktit se është në balotazh në 10 komuna, sërish mendoni se i ka fituar? Është në balotazh në 10 komuna dhe ky është fakt. Dëgjoj tash. Kjo nuk tregon shenjat fitores. Edhe po tregoj që referencën e konverifikuar dhe është përputhshmëri me informacionin që është. Tash na mujna me interpretue ka humbe, ka fitue, është çështje opinionësh, po ndoshta edhe subjektivisht të mendimeve subjektive në raport me partinë ose entitetin e përkatës politik. Tash ti mund të mendosh se ja ka filluar me i hum duke qenë se është në balotazh në komuna të caktuara, është krejtësisht subjektive dhe e drejtë jote me mendua ashtu. Kur partia qeverisëse i dashur zotin Gjimshiti shkon në 10 komuna në balotazh, kjo tregon pafuqi, nuk tregon fuqi, se Kosova nuk ka 800 komuna. Po, kjo nuk tregon pafuqi, kjo tregon që dikush aty e ka menaxhu keq komunën, edhe qytetarët, por nuk tregon fitimtar. Jo, nuk tregon fitimtar. Duhet jemi korrekt me kuptimin përmbajtësor të kësaj teme. Nëse qytetarët kanë vendosur mos me votu një kryetar të komunës që e ka pas mandatin paraprak, qytetarët nuk i besojnë atij njeriu më dhe janë duke kërkuar alternativë, pra një kryetar alternativ i cili mundet mbase ti menaxhoj më mirë shërbimet publike. Edhe kjo është e drejtë e qytetarit, edhe unë absolutisht e inkurajoj ndrrimin e mendimit të qytetarit, sa herë që qytetarët e shohin që një kryetar gjatë mandatit të tij të plot nuk i ka përmbush premtimet e tyre parazgjedhore ose ka bërë skandale të njëpasnjëshme gjatë menaxhimit, qytetarët automatikisht duhet me ndryshu mendim edhe nuk duhet me ia dhënë më mandatin e dytë. I ka dek në kësaj pune. Sa më rëndësi çfarë emri ka partia. Qytetarët duhet me mësu për me mbrojt interesin e vet. Cila do parti që garon zgjedhje ata garojnë për vend pune dhe qytetari është punëdhënësi. Prandaj qytetari ja jep detyrën e punës nëpërmjet një vote. Nëse ai kryetar i mandatit paraprak nuk e ka kryer detyrat sipas premtimeve dhe sipas rregullit që e don me i kry dhe obligimet kontraktuale, ai kryetar nuk meriton me qenë më prap me u votu. Kështu që unë absolutisht inkurajoj qytetarët edhe në rastin e balotazhit, pa rëndësi ka prej kujt parti vinë kryetarët që përballen në balotazh,
Rëndësi ka në cilësinë e atij njeriu si njeri me kuptimin e integritetit njerëzor dhe profesional, pra njerëz të dinjitetshëm, do të pakorruptuar dhe të pakorruptueshëm, dhe në faktin e asaj të kaluarës së tyre se sa kanë qenë ata të përfshirë në veprime të cilat janë të papranueshme sipas parimeve të qeverisë së mirë. E kuptoj. Që ta mbajmë politike intervistën mos të futemi tek komunat e veçanta dhe kryetarët. Dhe më futë komunat edhe unë ta dash mendimin tim. Dakor. 2 ditësh me 26 tetor, me sa kam lexuar unë, është afati tjetër, stacioni tjetër i radhës për zotin Kurti për të formuar qeverinë e re. Nëse jo, Kosova duhet të shkojnë zgjedhje parlamentare. Po, pra nëse jo, krijohet është një avenue, një rrugë, pra krijohen shtigje të tjera dhe kryesori prej tyre është janë zgjedhjet. Çfarë ndodh me leximet, me interpretimet e tua? Do të arrijë zoti Kurti të formojë qeverinë e re, cili nuk e bën dot prej 7 muaj? Duhet të qartësohemi, arsye se qeveria nuk është nuk është kriju mas zgjedhjeve të shkurtit, ka qenë pikërisht për shkak të operacioneve klandestine të shërbimit sekret të Serbisë, duke i mbajtur kompromate nën shantazh politikanët e opozitës, të cilët kanë refuzuar vazhdimisht me bë konsolidimin e Parlamentit të Republikës Kosovës, sepse Serbia është shpartalluar gjatë mandatit 5 vjeçar të leadershipit kosovar në krye me presidentin Osmani dhe kryeministrin Kurti. Mekanizmat operacional të shtetit serb, të cilët janë instaluar për 20 vjet mas luftës për me kontrollu Kosovën dhe me disfunksionalizu në sajt interesave të Serbisë, janë përballë me sfida serioze deri në shpartallim total. Prandaj, Serbia është zhvesh deri në atë pikë ku janë pa edhe satelitet e Serbisë, të cilët janë të instaluar përmend në Republikës Kosovës dhe institucioneve të shërbimit civil, përfshirë Gjykatën Supreme dhe Gjykatën Kushtetuese e institucione të tjera të cilat janë duke favorizuar zhvillimet operacionale të strategjisë politike të Serbisë për me vazhdu me majtë Kosovën peng. Nuk është faji i kryeministit Kurti apo presidentes Osmani apo partisë vendosje, pse institucionet e Republikës Kosovës nuk janë konsoliduar tashmë më shumë se 7 muaj pas zgjedhjeve të vitit. Të ndaloj një sekond këtu, kam një ndërhyrje. Tani ju po thoni se hiq Kurtin dhe Osmanin, ose duket sikur po thoni dhe unë mund ta kem gabim, më korrigjo. Gjithë të tjerët janë agent ose të lidhur me Serbinë dhe vetëm këta 2 janë shpëtimtarët e kombit. E kuptova thatë pak a shumë kështu, apo? Përderisa ajo që thash ju ka lënë juve të kuptoni ashtu, mendoj që mënyrën se si e thatë është e gabuar. Politikanët që janë sot në opozit kanë qenë në forma të ndryshme për 20 vjet në opozit, kanë qenë në pushtet. Për 20 vjet sa kanë qenë këta në pushtet, vazhdimisht e kanë pleçkit publikun. Lumir Abdigjiku i Lidhjes Demokratisë të Kosovës nuk ka qenë në pushtet. Tash ta shpjegoj. Lumir Abdigjiku është i kapur nga Shërbimi Informativ i Kosovës. I kapur në çfarë? Është i shantazhuar sepse Shërbimi Informativ i Kosovës ka kompromate në të. Shërbimi Informativ i Kosovës, sipas të gjitha indikacioneve të gjetjeve hulumtuese, ka lidhje edhe me Shërbimin Sekret të Serbisë. Tash, ndër operatorët e tyre ka qenë edhe Fatmir Sheholli, i cili u arrestua, i cili me 9 tetor u arrestua në ndëshkime për spionazh. Fatmir Sheholli ka qenë një prej spin doktorëve i cili i ka kontrolluar një numër të madh të redaksive në Kosovë, të cilët unë i referohem si lagja e medjave të Beogradit në Prishtinë, e të cilët kanë sorollat narrativa të fabrikuara në Beograd, vetëm e vetëm për ta ulur dhe shpëtuar Serbinë nga roli dhe përgjegjësia e Serbisë për orkestrimin e operacioneve destabilizuese në Republikën e Kosovës, vetëm e vetëm për ta nxit publikun e shqiptar të Republikës Kosovës që të mos besoj në shtetin dhe institucionet e veta, vetëm e vetëm për ta portretizuar Republikën e Kosovës si të paaftë për mbajtje të marrëdhënieve ndërkombëtare, si të paaftë për të respektuar të drejtat minoritare, si të paaftë për të respektuar të drejtat e lirisë së medias, lirisë së fjalës së lirë dhe lirisë së shtypit. Këto kanë qenë të gjitha narrativa të rreshme, të fabrikuara dhe të transmetuara para publikut për të bërë shumë zhurmë për asgjë.
Këto janë fakte të verifikuara. Po, më korrigjo nëse jam gabim në këtë që do të them. Vetëm ta shpjegoj. Next. Po. Para ta që ti e kuptove në sajt asaj çfarë unë thash se pas kanë qenë agent, disa prej politikanëve madje edhe mund të jenë përfshim drejt për drejt në shërbimin sekret. Mi po pjesa e madhe e tyne dërmuese janë të shantazhuar si rezultat i përfshirjes së tyre në forma të ndryshme të korrupsionit, pra në plaçkitje të paras publike, në plaçkitje të mirës publike. Dhe duke e plaçkitur shtetin, shërbimi sekret i Serbisë, ndonjëherë në bashkëpunim me Shërbimi Informativ të Kosovës, ka ndërtuar kompromate, pra ka ndërtuar dëshmi të përfshirjes së tyre në forma korruptive dhe rrjedhimisht Serbia i ka përdorur agentët e vet shqiptar në Kosovë për fshirje të tillë si Fatmir Sheholli, edhe i kanë shantazhuar këta. Operacioni i fundit i Fatmir Shehollit në përpjekje për ta parandaluar konsolidimin e Parlamentit të Republikës Kosovës ka dështuar. Pra në ditën kur zoti Sheholli është takuar me Milajm Zekën për t'ia dhënë një USB me dokumente ose materiale inkriminuese të fabrikuara në Serbi, në mënyrë që me vazhdu zoti Zeka me i sorrollat ato si gjetje hulumtuese gazetareske, edhe me i shantazhu politikanët që nëse votojnë në favor të Nenad Rashiqit si zëvendës kryetari i Parlamentit të Republikës Kosovës nga radhët e minoriteteve, ata do të përballen me publikimin e atyne materialeve komprometuese. Mirë po ai mision dështoi sepse institucionet e Republikës Kosovës e kishin vënë në vëzhgim Fatmir Shehollin, e kishin vënë në vëzhgim edhe zotin Zeka, sidomos nga gjetjet tona hulumtuese që ne si Kamparo Chronicles i kemi botuar në prill të këtij vitit, edhe ato kanë çuar në pista të gjetjeve të materialeve të mjaftueshme bindse për ta bindur prokurorin special për të urdhëruar arrestimin e tyre në një moment të volitshëm kur ata ishin takuar për shkëmbimin e materialit inkriminues i cili kishte ardhur nga Bojan Dimiqi i Serbisë, të cilën fakte dhe vetë zoti Zeka e konfirmon në videon e tij që ai në Facebook përpiqet të arsyetoj veten pse e ka takuar zotin Sheholli. Ndërkohë që ne e dimë që ka fakte të pakontestueshme që zoti Zeka jo që është bashkëoperator me zotin Sheholli, por është edhe bashkëveprimtar edhe në nivel personal. Zoti Sheholli nuk e ka mohuar dhe nuk e ka fshehur atë edhe në postimet e tija të njëpasnjëshme në shoqërimin me zotin Zeka dhe Ana Sirtas. Kështu që me 9 tetor është arrestuar zoti Sheholli bashkë me zotin Zeka. Zoti Zeka është liruar sepse ai ka gjithashtu kompromate në prokurorin zotin Isufaj dhe ai kompromat i ka dhënë privilegj të shantazhimit të prokurorit të shtetit, rrjedhimisht ai është liruar për të vëzhguar më pastaj. Edhe ditën e nesër, pra me 10 tetor, e kemi konsolidimin e Parlamentit të Republikës Kosovës duke u finalizuar me zgjedhjen e kryetarit nga radhët e minoritetit. Domethënë, ai arrestim i njeriut Fatmir Sheholli ka hapur rrugë konsolidimit të institucioneve të Republikës Kosovës pas një blokade të gjatë që Serbia i kishte mbajtur peng. Dhe kjo është treguesi i qartë që Serbia ka kompromat në secilin politikan që ka qenë në pozitë në 20 vjeçare pas luftës në Republikën e Kosovës. Dakor, zoti Gjimshiti, se ju gjova më vëmendje dhe nuk jam në gjendje as ti pohoj dhe as ti kundërshtoj një pjesë të mirë të atyre që ju thoni, sepse nuk kam faktet për to përveç atyre që paraqisni ju, nuk jam duke thënë që faktet, janë jo fakte, vetëm ta qartësoj se unë nuk po flas as në ujë as në qiell, po flas në sajtë të gjetjeve tona hulumtuese, të cilat janë të dokumentuara dhe janë të publikuara në kronikat e Barutit. Unë thash që nuk i kundërshtoj, po as nuk i pohoj. Tani, në teksti i asaj që po thoni, më duket mua dhe mund ta kem gabim, është që përveç Albin Kurtit, këta gjithë tjerët janë të komprometuar dhe të vazhdojmë të mbajmë Albin Kurtin deri në fund. Edhe kjo më duket tezë pak autoritariste. Pra këta janë pis letërim me Kurtin, se është ky vetmi i pastër. Pra, dashur pa dashur ju përkrijoni kultin e një individi që është Albin Kurti, i vetmi që vjen nga ngjizja e papërlyeme në Kosovë. Dhe më duket pak tezë, edhe po që e vërtet, më duket pak
e rrezikshme sepse lë Kosovën me një njeri dhe ju e dini që shqiptarët me një njeri për shumë kohë të gjatë, ndaç me Enver Hoxhën, ndaç me Edi Ramën apo kushdo qoftë tjetër janë të rrezikuar. Okej. Në radhë parë zoti Kurti nuk mund të krahasohet as me Enver Hoxhën as me zotin Edi Rama. I lutem shumë. I krahasohet kontekstet historike, jo këta, sa ai 5 ka qenë, nuk e krahasoj. Në asnjë formë krahasimore zoti Por Kurti nëse nuk ju mund të krahasohet me nëse ju thoni që ai është i vetmi që duhet rri, ai bëhet Enver Hoxha. Jo, nuk Në kuptimin e pakën e kozgjatjes. Nëse kjo është mënyra se si ju besoni se si një diktator bëhet, është ju keni të drejtë të mendoni kështu. Mirë po, faktet e verifikuara në terren tregojnë që qytetarët e Republikës Kosovës nuk kanë një alternativë tjetër politike për momentin për të zgjedhur një politikan tjetër në krye të shtetit pos deri në saj të vëzhgimeve të verifikuara deri më tash çfarë ka dëshmuar të jetë presidenti Osmani dhe kryeministri Kurti. Këta dy politikanë pas presidentit Rugova, lutem shumë. Këta dy politikanë e kanë dëshmuar verifikuar në zgjedhjet e sapo ndodhura, nuk po them që i ka fituar LDK-ja PDK-ja, por tre forcat kryesore, VV, LDK dhe PDK janë te 25%, po i rrumbullakosun. Dhe ju thoni që ky është i vetmi alternativë. Kosovarët nuk mendojnë kështu. Tani që t'jemi nuk mendojnë, po t'ishte e vetmi alternativë Kurti do i kishin dhënë 47%, jo 23%, deri më tash. Në zgjedhjet lokale ka në 25% të votës. Zoti Lela, është në balotazh në 10 komuna. Të lutem shumë. Si qëm ka i vetmi alternativë? Pra Zoti Kurti Kurti nuk është kryetar komune. As nuk ka qenë ndonjëherë. As nuk është kandidat. Po të lutem shumë, as një kandidat për kryetar komune. Dhe nëse një kryetar komune a jemi të zgjedhje përgjithshme, nuk ka mundur Zoti të formojë qeveri për 7 muajsh. Zoti Lela. Zoti Kurti nuk mund të jetë përgjegjës për dështimet e kryetarëve të komunave nga rrata e vetëvendosjes, nëse ata kanë dështuar është përgjegjësi individuale. Dhe tani sigurisht është ka përgjegjësi politike. Pse i ka zgjedhur, pse s'ka zgjedhur të tjerë, pse si ka monitoruar etj. Si s'pas ka përgjegjësi tani. Të lutem. S'pas ka kryeministri për të kandiduar kandidatët e tij. Janë kandidatë e Albin Kurti të TVP-s. Janë të mirë të tutë. Apo përpiqemi të analizojmë situatën me faktet e verifikuara në terren, apo përpiqemi të ndërtojmë narrativa. Se unë nuk jam interesuar të ndërtoj narrativa. Unë jam interesuar të flas mbi realitetin në terren. Narrativa të ndërtuara mbi fakte. Ne jemi të dy gazetarë që mund të ndërtojmë narrativa mbi fakte. A nuk është fakt që zoti Kurti nuk mund të ketë përgjegjësi për veprimtarinë dhe menaxhimin e keq të një kryetari të caktuar të komunës në një komunë të caktuar? Ka parametra, ka instrumente ama zoti Kurti si kryeministër për të thënë kryetarit të forcës së vet. Por nëse instrumentet ju apo harroni që Kosova nuk i ka më shumë se 1 milion sa njerëz. Edhe shumica e njerëzve që kanë ikur nga partitë e tjera janë tani në partinë vetëvendosje. Ata janë njerëz që kanë një kulturë të cilët e kanë zbatuar me veprimtarinë edhe mendsinë politike për 20 vjet rresht sa kanë qenë me partitë në pushtet. Unë njoh njerëz pafund të cilët kanë qenë në PDK, kanë qenë në LDK, kanë qenë në AK dhe kanë zbarkuar në lëvizjen vetëvendosje pasi që kanë marrë pushtetin. Ata janë po ata njerëz të cilët për 20 vjet e kanë ndihmuar vazhdimin e plaçkitjes së shtetit. Ata vetëm i kanë ndryshuar mantelet. Dhe kjo është problematike për një parti në pushtet e cila nuk ka zgjidhje tjetër në kuptimin e kapaciteteve njerëzore, sepse duhet ndryshim gjeneratash. Dhe nuk mund të ketë një njeri vetëm, siç është zoti Kurti, kontroll të drejtë për drejtë në çdo mekanizëm institucional të organizuar të partisë së tij. Edhe pse me të drejtë kërkesa duhet jetë e tillë nga qytetarët. Kërkesa duhet jetë e tillë nga ne si gazetar. Mirpo duhet të adresojmë me korrektësi dhe drejtësi të vërtetën që zoti Kurti nuk mund, sepse nëse po kërkojmë që zoti Kurti të kontrollojë çdo mekanizëm të partisë, atëherë po e kërkojmë që zoti Kurti të jetë vërtet diktator. Gjë që unë nuk do doja që ndodhte një situatë e tillë. Arsyen pse unë gjithashtu të lutem shumë. Arsyen pse unë them dhe nuk i inkurajoj qytetarët e Republikës Kosovës që të votojnë për partitë politike të cilat për 20 vjet
rresht e kanë dëshmuar vullnetshëm që qëllimi i tyre në pushtet është pleqkitja e shtetit dhe tërtorazi instalimi i servizmeve në Kosovës, pikërisht duke mos ju dhënë këtyre besimin më, i detyron qytetarit e Republikës Kosovës që të reformohen. Reformim nënkupton distancim nga e kaluara pleqkitse ndaj shtetit dhe paras publike. Distancim nga vendimet e gabuara politike. Tani kundërtoni ju narrativ të distancim nga sepse është narrative duhen, sepse ne duhet kemi pluralizëm politik. Jo një parti politike e cila vazhdimisht i fiton zgjedhjet në mënyrë të njanshme, edhe pse nëse meritojnë ata duhet vazhdojnë të jenë në pushtet. Mirë po, pa i detyru partitë opozitare për me u reformu rrënjësisht, qytetarët e Republikës Kosovës nuk duhet asnjëherë me u dhënë besim atyne, sepse ata për 20 vjet rresht në forma rotative të pushtetit e kanë pleqkit vendin, e kanë instalu Serbinë në Kosovë, edhe kanë defunksionalizu Kosovën deri në atë pikë sa që e kanë bërë leck për tregtin e tuxharllëkut politik të kryeministit Edi Rama, i cili qartësisht është i bashkërenduar me politikat të Beogradit, të interesit të zgjerimit të Rusisë dhe ndikimit të politikave të jashtme të Federatës Ruse në Ballkanin Perëndimor. Megjithatë, dhe do ta mbyllim me këtë, se kam përshtypjen që duhet lëmë një intervistë tjetër ku të merremi vetëm me profilin e Albin Kurtit. Po ju sapo thatë një gjë që duke kritikuar Ramën, thatë një gjë që e thot Rama në Shqipëri. Rama i thot opozitës atë që ju thatë për partitë opozitare në Kosovë, që duhet të reformoni ju pa të vini në pushtet, ose nuk do vini kurrë në pushtet pa u reformuar. Unë mendoj që nuk është puna e kryeministrit të një vendi me reformu opozitën. As e Ramës këtu dhe as Albin Kurti atje. Albini të bëj punën e vet dhe të lër krerët e opozitës, se partive opozitare të bëjnë punën e tyre. Tani kjo është për një diskutim tjetër, do ta bëjmë më premto, pra të bëjmë një shtringim duar virtual. Nuk mund të malesh këtë pa përgjigje të krahasim që më bëre me Ramën pa përgjigje, lutem shumë. Rama është aktor teatral për retorika. Rama e thret popullin shqiptar në protestë në Tiranë për të mbrojtur ushtrinë shqiptare të Kosovës, ndërkohë që vetëm një ditë para asaj proteste e mohon njohjen e genocidit serb në Kosovë kundër të cilit genocid po ajo ushtri shqiptare e Kosovës kishte luftuar. Ky është skandali i Ramës. Ky njeri shkon edhe vepron teatralisht në Beograd dhe thot se Kosova është shteti i pavarur dhe sovran, ndërkohë që e urdhëron zyrtarisht politikën zyrtare të shtetit të Republikës Shqipërisë që të jetë agresive kundër interesave të Republikës Kosovës dhe favorizuese përballë interesave të Beogradit zyrtar agresiv kundër Republikës Kosovës. Ky është Rama i vërtetë. Prandaj nuk mendoj që deklaratat e tij publike kanë ndonjë peshë për të besuar. Ajo çfarë ne duhet të besojmë se kush është Edi Rama është veprimet e tij politike. Dhe veprimet e kryeministit Rama janë vazhdimisht skandaloze, janë vazhdimisht antikombëtare dhe janë vazhdimisht në interesat të Beogradit zyrtar. Dhe ajo çfarë zoti Rama deklaroi edhe në Chatham House në Londër në sajt të javës takimeve të liderëve të Ballkanit Perëndimor në samitin e procesit të Berlinit është përtej skandalozës, sepse zoti Rama qartësisht dha deklarata të cilat ishin mirë të maskuara me batuta, po që nënkuptonin qartë se politika zyrtare e Tiranës është në kundërshtim të plot me interesat britanike dhe politika zyrtare e Ramës, edhe sipas fakteve të verifikueshme, është në përputhshmëri të plot me zgjerimin dhe ekspansionizmin e Federatës Ruse në Ballkanin Perëndimor. Prandaj njerëzit duhet të shqetësohen dhe duhet të organizohen pa u hamendur për të kuptuar se ka do ta lejojnë Shqipëria që të shkojë me Moskën apo të vijë me Londrën. Nuk do të qëftoj të bëjmë një intervistë për Ramën, se bijem dakord të dy te kjo, por për Kurtin dua ta bëj një intervistë në të ardhmen. Tani kam pyetjen e fundit. Nuk e di, ndoshta ka qenë nesërmja ose pas nesërmja, pas intervistës që bëm bashk në pasvon në kanalin YouTube të Politico Pikal, ju ka ndodhur një sulm në shtëpinë tuaj në Kosovë. Sigurisht duke shprehur keqardhjen, po duhet ju pyes, ka ndonjë informat nga policia, ka dihet qysh tek si ju kanë kontaktuar, pra ku është
ku është hetimi ose ku është çështja? Unë kam pritur që të komunikojmë nga ana e prokurorit, por në fakt jam komunikuar nga zyrtari për media i policisë së Kosovës në qytetin e Gjilanit. Në ditën e dytë pas ditës së parë të konfirmimit të sulmeve vandale, ku qartësisht njerëzit që kishin shkuar në shtëpinë e prindërve të mi nuk i kishin pasur për qëllim vjedhjen e ndonjë gjësendi të vlefshëm, por kishin pasur për qëllim shkatërimin, demolimin e gjësendeve, gjësendeve të vlefshme brenda shtëpisë, duke i thyer dritarët, duke i thyer orënditë e kuzhinës, duke i thyer gjërat në banjo dhe madje duke e demoluar edhe veturën e babait të njëjtë. Ndërkohë që në ditën e dytë një kusheri imi ka shkuar për të vëzhguar se çfarë po ndodh në shtëpi dhe duke përpjekur që t'i izoloj dritarët, i ka gjetur 4 fëmijë të rinj, të cilët i kishin qenë duke ndenjur në shtëpinë time. Edhe duke qenë se ka dyshuar mbi arsyet dhe motivet e prezencës së tyre aty, ai ka ftuar policinë, edhe policia kanë ardhur, i kanë arrestuar dhe i kanë liruar ata me procedurë të rregullt. Ajo çfarë po del është se 2 prej fëmijëve janë të identifikuar, të cilët janë fëmijë të 2 individëve të cilët janë të lidhur me partinë në pushtet PDK-n. Nuk mund të flas me emra dhe mbi emrat e tyre për arsye që ata janë të mitur, mirë po ne ende jemi duke i hulumtuar këto zhvillime, edhe sapo të kemi gjetje të cilat mund të kemi verifikuar, do dalim me deklarata publike. Mirë, kjo është një tregim i qartë, një indikacion i qartë që entitetet kriminale në Kosovë, të cilat bashkëpunojnë me Serbinë zyrtare për ta minuar Republikën e Kosovës, janë jashtëzakonisht të shqetësuar dhe të turbulluar e të tërbuar nga gjetjet tona hulumtuese të cilat ne i kemi publikuar tash e 2 vite që punojmë si media. Edhe pse revista jote quhet Kronikat e Barutit, prap unë të këshilloj që t'i rish sa më larg të mundesh rrezikut, megjithëse ai të shoqëron, edhe për faktin se ti je një gazetar që i trazon ujërat me hetime dhe po themi me thellime për njerëzit e fuqishëm, të cilët duhet thënë pak gazetarë bëjnë qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri. Të falenderoj edhe një herë dhe kemi lënë intervistën për Albin Kurtin në një të ardhme jo shumë të largët. Dakord? Duke shpresuar që ju nuk do të më merrni mua si ndonjë zëdhënës si Albin Kurtit. Apo jo, absolutisht jo. Mund t'i komentojmë veprimet e tija politike pa problem. Si njohës i përthyrjeve politike në Kosovë, s'kam nuk dyshoj tek asnjë gjë e tillë me ju, zoti Gjimshiti. Faleminderit atëherë edhe një herë dhe mirupafshim. Mirupafshim.